profesionale, ku ju ka drejtu klientit me fjalët, po të kuptoj, po çka mendon si mund ta bëjmë në një zgjidhje për ty. Kjo është qasje shumë profesionale. Do me thënë, i përgjigjesh nevojave të klientit. Po, po thua që kjo ndoshta varet sepse shpesh edhe arsyetuan me mendimin që janë të lodhur që kur ka kështu përgjigje, po thua që do të me pas vazhdimisht mendim apo në ide që me pas kujdes se i qasen klientit. Tani duhet kthejmë një prapa këtu të kjo pjesa që stafi ose tim ose thot jemi të lodhur, nuk kemi energji, duhet kthejmë të leadershipi. Se kjo është pak një detyrë e leadershipit, që ti trajnon stafin, të mirët me gjendjen e tyre, profesionale, emocionale, ta ketë një njohuri kënde ka staf, ku janë mungesat të ai staf, edhe ku duhet me u punu ma shumë atë staf. Do me thonë kjo pjesë kalon të përgjithësit e liderit në atë biznes ose në atë kompani. Dhe nëse flasim edhe për, nëse besim ende dhe shqitja, jemi tash në një periudhë ku realisht çdo gjë po bëhet zonativitet më shumë përmes rrjeteve sociale, platformave të ndryshme, dhe sa ka ndryshuar atëherë, apo si mund të krahasohet atëherë si ka shku procesi i shitjes atëherë me tash. Pra, është më lehtë, është më vështirë, si e shete? Si proces i shitjes, sigurisht online shitja është me e lehtë, por ka punë mbrapa. Do me thonë, tash fatmirësisht e ki drejten ta kthesh produktin, por ajo nuk është një punë që po e shet edhe mos ki të bëjsh me atë produkt. Është prap punë, sepse është kthimi, është kontrollimi i produktit, është... Por përpara ka qenë, edhe unë jam një ndër atyre njerëzve